lidhet me siguri. Do të shkojmë edhe për te. Ja, shikojeni. Ka një si thash të rrezet e forta të diellit me na përçume që është mesi ditës. Do të kujdesemi që t'ja uruajmë privatësinë. U asollëm atmosferën. Ku po shkojna? Dion që tashti? Përshëndetje. Si je? A jenë mirë? Mirë. Qëta kena me dalë bashkë, garant keme më shëtitin krejt Batllavën. Dion, faleminderit që sot e këndo kohën edhe me shëtit Valentinën edhe kujtimin, edhe i ofru shikuesve të televizionit Arbëria një pamje mahnitse dhe një rrëfim tonin shumë të mirë që keme e basat për neve. Mirë se erdhe në televizionin tonë edhe mirë se ju gjatëm. Mirë se erdhe dhe jo. Faleminderit shumë për juve që po na vizitoni. Hajtë kallëzëm që sa e bën që të punën e menaxhimit të barkave edhe sa ka për ty rëndësi që kjo hapësirë me ujë. Unë që 6 vjetën e bëj, si vjetë pak u shku pak ujtë, pak ma poshtë, si vjetë të shku pak ujtë, a tjera vjetë u kom pak ma shumë. Sa është nivelli tash, a thu, sa ka rënë 2 metra, 3? Uronja 4 metra. 4 metra, po, uro ma poshtë. Që sa vjetë punën kështu? Që 6 vjetën e punoj. Që 6 vjetë e bën që të punë Pi moshë 10 vjetë. Do me thonë fëmijë ke qenë. Do, fëmijë kam qenë. Edhe pse t'ka pëlqy me arë qëto me bashkë të punë? Kum ka pëlqy, kum pas vetë qef, ja nesëm ljerë për pak tani. Ja nesëm tani, kështu. Notin e din mirë. Po, notin shumë mirë. Edhe punën me ujë, emocionin me ujë, a një mirë. Po, edhe emocionin një mirë. A ka raste për shembull, ma përpara e di që është vizitu shumë Batllava, liçeni Batllave, se atëherë s'ka pas shumë mundësi me shku në përdeti. Sot dështune, është më ngjas, nuk po duket shumë që ka njerëz, po a pret me pas. Pret me pas o pret mos me pas, se s'pemojnë këtë vend. Bërllogin mas pari pelojnë krejt, s'pemojnë pastër heq. Vesh na po du të me mlidh, po du të me kosit, me mlidh, me krejt, na veç vet. Që ti tërkosh heq. Komuna s'pi bjen pastruc, veç vet na po do të. Apo a? Po. Sot po duket me kanë ditë e mirë, me Po, diell. ditë e mirë, po duket, po ikin në për Shqipnia në para ne, shtu me djela vikenda po shkojnë ne. Po, sa është me marrë barkën edhe me shëtit kështu Battlavën? 1 orë e kena 5 euro. 1 orë 5 euro. 1 orë 5 Që nuk është shumë çmim i madh apo Që jo? 25 vjetë, pi kursit i kanë qitë të orka të, që 25 vjetë qështu. Se këna ndryshu kërë çmimin, ne qështu gjithë. Hajtë kallëzëm edhe i përvuj tonën, ti me siguri hyp me barkë, se dikush nuk don vetë me drejtu barkën, s'den ose ka tut fobi, edhe i ke marrë. Atë ka do në rast me pas dikën që ka lyp me disujt mu kthy se ka kap në far tute ose diçka. Po ka ndodh ka ndodh në herë. Po që tute dikush na shkojnë një mbojna, ja e kom frikën qysh me honë. S'po di qysh me... A ka ndodhur për shembull ti, unë e pashe, sa barka kemi menaxhim plot? Po unë i kam 10 copa, mijat. Po i menaxhojnë në tjerat, apo din këta jena shoke, qështu, apo di qysh. Qysh nisni ditë e jotja këtu në... Ku jeton mas pare kallëzëm? Unë jetoj në Ballaban. Edhe kur vjen këtu në Sara vjen? Këtu vej 50-ve. 50 deri? Deri në 8 në akşam. Deri në 8 në akşam, që i bjen me pas punë me barka, me ujë, me... A e merr në herë barkën edhe veç vetë me dalë edhe me shi ujën? Po ka herë kur ta ma qetë, po, e marrëm. E marrëm ka herë dalim lamin gjys, po shojna pak, me jek stresin bak. Me jek stresin një 16 vjeçar, për shembull me menaxhu punën edhe me marr rrugë, piksona është koqa punë e mirë, apo jo? Po do e mirë, qashtu ja kena nisna, si po bi. Edhe me përgjithësi, që e madhe. Po përgjithësia shumë e madhe. Për shembull, uji vizitorët kur të vinë, secili do mundoj kënaqur. Po secili do mundoj kënaqur, na çdo sabah, çdo mëngjes na qit vina, i kontrollojnë na gjithë në arjet, i kontrollojnë na gjithë. Apo ka për shembull njerëz vizitorë që marrin edhe na i qenë me veti kafshë që qesin këtu bashkë. Po, edhe shëtisin. shumë e tjerë. Qysh e bojnë këtë farë punë kallëzëm? Qenin e marrin, vinë me kështu aty me fëmijë, qeni vogël e marrin e qesin varë zëvitën, tani vinë të në petë. Këtë sezon, a je hi një herë me bani shëtnuja jo? Po. A ishte uji i ftoftë? Jo, ja i mirë shumë. Uji mirë. Unë se prej ka hla, veç ko me prek tani edhe me pas se sa. Okej, sa është. Na, a vazhdojnë edhe pak edhe këshyrëm, mos me takona noj vizitorë, se përpysëm se
qyshën të kalu apo jo. S'ka problem. Me që mundësisht të regom, a është rëndë mi jep që ty në lopatave, sepse Jo, duhet një furqi? shumë letë. Pse është letë? Se duket kështu pak ma... Duket pak ma zërshëm, po na i grovëm na kaxamate, na duket stash neve si letë. Po tani na mësu me tu, nuk na duket filozofia, dhe shumë. Nuk na duket shumë filozofi. Pak më vonë kemi me ndru venat e bashkë po du me ditë, apo diun me drejtu. Apo duhet me u pajis me kapela, me syze, me këto, apo s'po Po, i shumë kena edhe... e leka të sigurisë, që tu të përshamë dikush nuk din nët, i kena e leka të sigurisë i kena ato. Apo, e pse si morë ma herët dion me i pa? Se deta më... Kena haru, apo, që mund me qenë. Do me thonë, aj që nuk din mirë nët, e vesh... Nuk e lune na me hypi. Nërta të më djetë nuk e lune na me A janë këtu dikon? I ki ofër? Ku i ki e leket? A mujna me shku që atje me barë? Oke, këtu lidhet me siguri. Këta po duke në kanë këgja të sigurt djana, po. Edhe na shumë mirë që të ra ideja edhe mi vendosë që mi kalzu dhe shikuzet tanë që kur vinë të ka dhe siguri. Apo jo? Kjo, del që shtu? është shkleru në ashtu. Oke. Jemi mësuar të kemi terene sfiduse, edhe cilat na shtin edhe me hecë, edhe me shku me vetura, me automjete, me krejt. Po një teren si kur ky sodit në këtë të shtunë me djeli, me temperaturat larta, me të vërtet po më knaqe. Dhe kështu, qëllimi i ardhes tonë këtu, bashkë me kujtimin nga televizioni Arbëria, ka qenë që t'i tregojmë shikuesve tanë që sa po vizitohet liçeni, edhe sa kanë shkuar në deti, në detra, në plazhet të tjera jashtë kufinit, edhe sa do të shfryzojnë sot vizitorët, barkat të cilat janë në menaxhimin e Dionit, një 16 vjeçar që na ofroi deri më tani një bisedë të këndshme, por jo vetëm bisede, na ofroi edhe këto lekat të cilat krijojnë siguri të jashtëzakonshme, apo jo Dion. Dhe kështu bashkërisht me Dionin do të vizitojmë, do të shkojmë edhe përtej mesit të Batllavës, të dashur shikues, atje po shihen që ka shumë peshkatar, të cilët dojnë më shumë privatësi edhe kanë marrë barkat e tyre apo barkat edhe të Dionit, edhe kanë vendosur që ditën e sotme ta kalojnë sa më larg telefonave, sa më larg rrjeteve sociale, sa më larg zhurmës, edhe besa më larg aty në reduktimeve të ujit që po ndodhin në kryeqytet. E reduktimet normalisht që kanë ardhur me arsyetimin e ujësjellësit në Prishtinë kanë ardhur për shkak të nivelit të ulët të ujit në liçene dhe thatësirave të fundit që i konfirmoi edhe vetë Dioni, që kam këtu një bashkëbisedues fantastik, i cili tha që realisht në mesin ku jemi pa e provuar me bash shytje në ujë, është dikon 10 metra thellësi apo jo, po më shikon kujta kështu me një farë çudie që ku jemi në mes të ujit. Edhe që Dioni na tha që del me bani not të jashtëzakonshëm, por sot nuk kemi me bani not, të paktën unë dhe kameramani jo, por do të kemi mundësi dhe joftoj të jemi bashkë gjatë kësaj reportazhe me vizitorë të shumë të cilët të shohim se si po notojnë, pse kanë ardhur sot me kalu ditën këtu e nuk kanë shpenzuar para të tjera që dalin jashtë kufinit, edhe që normalisht bashkë me juve do ta bashkëngejnë këtë aromën, këtë erën e mirë të ujit të liçenit të Batllavës. Për shembull, qitë kronikën që mi bojnë ana sot bashkë, mundesh me pa në YouTube, televizionin Arbëria është kanali një zyrtar, edhe në Facebook poshtë. Edhe për këndë edhe numër telefonit atë krejtë. Unë po besoj që po ndëgjohemi dhe nga kjo po them mesi i ujit të Batllavës, me përshëndetim shikuesit tanë, edhe kështu. Tani edhe pak po vazhdojmë me shku te disa peshkatarë që janë atje dianë. Dion, faleminderit shumë që na prunet e këtu pika ku ne kemi me dashur me intervistu disa të tjerë tash, që këtij lekun mbrojtës, shumë i mirë, faleminderit edhe një herë shumë. Edhe punë të mbarë dhe shumë sukses. Hajde shihemi. Punë të mbarë shumë. Kemi marrë prapë kur ka kështu vizitora, u bë? Hajde, ciao. Të dashur shikues, e kemi bërë një shëtitje bolt mirë me Dionin, edhe ka nisi tash to rrezet e forta të diellit me na përçu, me që është mesi ditës. Jemi të ardhur të shku realisht tek një familje apo tek disa të tjerë shoqëri që kanë ardhur që këtë pjesë ta shfrytëzojnë edhe për peshkim. Me peshku është një farë sportin veti, e di që nga ata që peshkojnë është koxha një farë hekje e stresit, edhe dalin nga këto ditë e njëjshme të zakonshme. Do të shkojmë bashkë edhe normalisht që do të kujdesemi që t'ja uruajmë privatësinë. Përshëndetje.
sepse njerëzit kanë ardhur sot këtu për me ikë prej publikut, me ikë prej gjanave të zakonshme, me ikë prej përditshmërisë dhe prej punëve të cilat na përcjellen që nga hëna deri te premten, e të shtunën sot do të ofrojmë diçka tjetër siç edhe jemi duke e bërë. Përshëndetje zotëri. Okej, përshojmë që dojmë me pas privatësi, atëre respektojmë, urojmë që keni me marrë shumë peshqi sot. Hajde, pushime të këndshme. Të dashur shikues të televizionit Arbëria, pam dy persona të cilët kanë ardhur këtu që të bëjnë një sport, siç thash edhe më herët, të peshkimit, që është punë e mirë, nuk e di nëse do të kemi mundësi sot të provojmë të peshkojmë me dikën, por megjithatë do të ecim, do të bëjmë një vizitë sot. Kemi kujtim atje, po shihen në ujë që ka më shumë barka se sa nga mëngjesi kur ardhëm, apo jo? Tulëm nga uji me barkën që patëm me Dionin, edhe jemi vendos ka kjo pjesa tjetër që realisht në pamje nuk duket shumë e mirë për shkak të mbeturinave që janë këtu, e gjitha këtu, por megjithatë, shumë njerëz kanë ardhur sot edhe një pjesë të ditës së tyre e kalojnë duke peshkuar, për shembull siç kemi këtu. Kemi 3 familjarë, nëse mund të po besoj janë, edhe kemi një person këtu i cili po provojmë ta marrim intervistë edhe të shohim se çka po na tregon për peshkimin, që unë e di që si sport e kanë deklaruar që është shumë i mirë edhe që të hek prej rutinës edhe të krijon një farë qetësie. Edhe të shohim një peshk të madh, më duket e morësh tash apo. Të pastrojmë. Përshëndetje. Edhe kërkojmë falje nëse po ju ngojmë pak dhe po jau prishim privatësinë, por mirë se u gjatë. Ishte një javë. Jam Valentina Ahmeti, jam nga televizioni Arbëria dhe kemi ardhur sot bashkë me nda me shikuesit tonë këtë vizitën sot që e bojnë vizitorët këtu. Pse ke ardhur sot përveç se me peshku, pse ke zgjedhur Batlllavën? Njëra prej arsyeve kryesore është thjesht një farë lloj relaksimi edhe mu hek prej rutinës jetësore që e kemi. Edhe peshkimi është diçka e veçantë që jo gjithkush mund me bo, po flas me hudh grepin, po vetëm vyn nerva, vyn me pas përqendrim, vyn me pas relaksim edhe që është durim, para se gjithash. Kenan, është e vërtetë që me fol i largon peshqit prej vendit? Pa nuk është mirë me pas zhurmë. Unë po pyska dole, pra, sa peshqi i ke nxorr sot? Pa jo dhe qaq, nuk është qëllimi veç me nxorr peshqi ka ne, qëllimi është thjesht relaksim, edhe që është tash mu tërhek prej jetës rutinore, sepse për një moment caktuar kur je në përqendrum në grep ose në tap që quajnë ndryshe, thjesht qaj një orë, 2 orë apo çfarëdo kohe, nuk i ki met dika tjetër, domethënë prej rutinës largohesh edhe thjesht bën muni të relaksum, bën muni qetë. Çka po nxen tjetër tu përveç peshqve, çka po kapët në këtë grepën, se na e shohim që është kogja juaj mirë mbajtur ky vend, po megjithatë pe ofron shit mundësinë e peshkimit. Po. Ma herët kishte një dru i vogël, çka kjo thashë zoni me një peshk. Jo, është shumë normale, është pjesë e peshkimit, edhe ajo do të thotë nga një herë se nuk e dim sa çfarë thellësie është. Po. Ka një herë mund do të kapët në ndonjë deg ose ndonjë barishte. Kështu që është pjesë e peshkimit, nuk është, prandaj nuk bëhem nervoz me çdo gjëra. Thonë që ajo është kryesore edhe peshkimit që nuk presim gjithmonë veç peshqi me pas, po është pjesë e peshkimit, është pjesë sikur çdo sen që është pjesë e jetës. Sa mi të përgëzoj për këtë, unë se kom praktikuar asnjëherë dhe bash në ndërkohë nuk e di gjithë kjo farë pajisje duhet me siguri me mirë mbajt, me ditë me gjujt apo jo, edhe me ditë me me marr me të. Që nga qeni vogël. Ki bë këtë puna po? Me babin zakonisht, me agjallar dyshim, edhe thjesht me thonë një si metaforë, më është vakcionu kjo prej fëmirisë. Kështu që ajo është që thjesht e ndik natësin gjurë kur peshkoj, që është tash, jo vetëm me peshku, po me armë ndi një ambient pa pastër, gjelbrim para se gjithash, sepse edhe me mjekësi preferohet syni me pa gjelbërt, është qetësuese. Me kënd ke ardhur sot këtu? Sot edhe me babin edhe me vajzën.
Jemi 3 gjenerata këtu. E keni përcjell gjeneratën e peshkimit, apo ju kena? E kemi përcjell kujdes kujtim se po na bjen ujë. Mirë, atëherë me lejen e juaj, e kisha pas çfarë me marrë edhe vajzën intervistë për këtë sport, edhe babën tënd që i bën gjyshin e vajzës. Pa problem. Kena suksese dhe shumë Faleminderit. Shumë faleminderit për intervistën. Të dashur shikues, po provojmë me vajzën e Kenanit, edhe mbesën e këtij zotëriut këtë me siguri që është, që me pyet pak se qysh është të i shku peshkimi, edhe 3 gjenerata për bie që t'jenë sot në peshkim. Përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Unë jam Zara. Zara, mirë jemi, faleminderit. Aq më mirë kur po shohim që ka kështu një familje të tërë që del dhe i përkushtohet peshkimit. Babi tha që shumë kur ka qenë i vogël ka peshku, apo jo, sepse ka mësu babi vetë gjyshyet në këtë rast tash. Po, edhe unë jam duke përcjellur për ta bëj atë. Edhe që sa ku jeni këtu? Orë? Pe 2-3 orë ka. Apo të pëlqen? Shumë. A kemi ardhur prapë me babin edhe me gjyshin? Po. Kur është hera parë që sot ke peshku? Është hera parë që jam duke mësuar për të peshkuar. Edhe ki marrë vetë, domethënë ki këtë shtagën. Po. Qysh quhet kjo, se nuk e di qysh quhet në gjuhën grepi, diçka është ajo pjesa poshtë atje apo? Duket. Bile unë hiç di qysh quhen këto, veç i shohni qysh shtaga. Edhe me siguri vin pak taktik. Edhe praktik pak se qysh me bë këtë. Vetëm çka vjen është koncentrim dhe dashni dush me pas për peshkem. Do të thonë s'duhet me të ardhë gjyna që jetu ja marrë dikujna një peshkut jetën, po duhet me të ardhë gjyna që nga njerë nuk ka familja që e din që ekziston kjo sport. Zara, faleminderit shumë. Faleminderit. Edhe po dojna me të lanë me shiju këtë hapësirë dhe po provojna me marrë dhe gjyshin ana fol intervistë. Po. Faleminderit shumë. Faleminderit, mirë pafshim. Edhe suksese. Gjysh. Përshëndetje Gjysh. Përshëndetje. Si je? Mirë, faleminderit. Puna me pyeta qysh po të shkon vetë fakti këtu që keni edhe peshqi. Fakti. Ju jeni në thojza fajtori që Kenani edhe Zara janë sot këtu, apo jo? Jo, fajtori. Për mirë e kam fjallën. Po, për mirë, po. Faleminderit mas parë që keni ndokuar që të jemi bashkë edhe po na pranoni kështu në familjen tuaj. Edhe që sa vite bëni peshkimin? Për të 60 vjet. 60 vjet. Unë jam 4 vjet plot në komush. Po dalë çdo vjet peshkim. Tash kom lejen që 4 vjet për gjithmonë. Si veteran peshkimit. Që kjo është një hobi shumë mirë, është një relaksim, është një qetësim. Unë kom nevojë edhe se jam diabet jo. Edhe po dishit këtu. Sa mirë. Keni edhe lejen tashmë e din që shkon kjo punë? Po, kom lejen, unë kom lejen për gjithmonë. Sa mirë. E keni trashiku këto edhe në familje, edhe tek fëmijët edhe tek mbesat? Po. Po kjo vend vetë tio me siguri është relaksim, qetësim apo jo? Unë po kënaqem, po besoj që edhe këta edhe ndërkohë edhe më vonë edhe më tepër. A të kujtuar ndonjë peshk me peshë më të madhe që ke mujt me nxorr? Jo, unë s'jam shku ashtu për peshk madh, unë gjithmonë kësi peshqita standard. Modest. Po, modest. Nëse ajo s'dihet çka fillon atë, më tepër për këta peshk. Në cilit liçene tjera dhe uj dhesa keni Unë kret liçenat e Kosovës jam konë. Radoniq, Bados, Batlau. Në për reka për para, për këta somet më në për reka, se janë më tepër janë pampersa se peshqit që ka. Shumë e vërtet, fatkeqësisht apo jo? Për ato, një parkove atje të Feronikli, kur jena konë, që më kom pi ujnë për i rekës, qa që uj pasër që ko. Po që tashma nuk kom et atë. Si jënë bo ato shpijat, këtë kanalizimet e kanë njëllë në për reka, ashtu që as peshk edhe me në zonë aty nuk ka ata i peshk. Faleminderit shumë. Bashkarisht po më duket u asollëm atmosferën, u asollëm rrëfimet e njerëzve të cilët kanë dalë të përshkojnë këtu, peshkatarë në një formë apo tjetrën. Kishte familjarë të cilët 3 gjenerata kishin dalur bashkë ta mësojnë dhe ta praktikojnë peshkimin. Dhe peshkimi sipas ekspertëve për një mend të sjell qetësi edhe të largon nga rutina edhe depresioni
realisht i përditshëm që mund na sillet nga secili prej nesh që kemi punë dhe kemi angazhime të mëdha. E pam që edhe liçeni i Batlllavës realisht ani pse jo deti, sjell një freski dhe një rati për secilin nga ata të cilët vendosin të mos i kalojnë kufit dhe të shkojnë nëpër plazha, të cilat tashmë janë bërë të mundshme për secilin nga qytetarët e Kosovës. Batllava, liçeni, fshati Orllan, sepse këtu ku gjendemi është fshati Orllan, por quhet liçeni i Battullavës, sjell edhe hije, edhe freski. Këtu ku jam vendosur tani, është një hije definitivisht shumë e madhe edhe të jep një qetësi që mbasi edhe mund të përfundosh me gjumë. Unë duke uruar një vikend të mbar nga të Arbëria, ju them që do të shihemi javën që vjen me angazhime dhe punë të mëdha, por megjithatë, Batllava mund të jetë njëri nga vendet që ju ofron një pushim sado të shkurt për secilin nga neve që vendosim ta realizojmë në kohët tona të lira. Mirëmbëjtje.